nga ana tjetër po themi që Edi Rama mbron Belinda Balluku në kuvend me forcën e kartonëve, ndërkohë gjykata e posaçme vijon duke po themi shqyrtuar dosjen e Ilir Medhës. Në këtë rast a shikoni se ka një drejtësi me regji ku goditen kundërshtarët politik të Ramës dhe nga ana tjetër kur Spaku shkon tek dera e vet Edi Ramës, ai i mbron njerëzit e tij, pra siç është në rastin e Belinda Ballukut? Nuk mendoj që mund ta cilësojmë në këtë lloj mënyre. Ne ka një cilësim tjetër që është më i saktë dhe që i përgjigjet më së afërmi realitetit shqiptar. Pikë pari le të vendosim disa piketa të asaj që është realiteti shqiptar. Edi Rama është hajn antishqiptar. Sali Berisha është hajn dhe antishqiptar dhe Ilir Meta është hajn dhe antishqiptar. Përsa kohë që këtyre dhe zagarve që ju shkojnë nga mbrapa nuk ju preken pasurit. Përsa kohë që drejtësia, Spaku apo kushdo qoftë tjetër në të ardhmen nuk prek pasurit e tyre, nuk ju prek atë që ata kanë pasurinë që ata kanë vënë duke i larë duart me gjakun e shqiptarëve dhe me djersën e shqiptarëve dhe me mundin e shqiptarëve, duke bashkëpunuar me çdo lloj force anti-shqiptare që ekziston brenda dhe jashtë shtetit shqiptar, përsa kohë që kjo nuk ndodh, nuk do të ketë drejtësi në Shqipëri. Pra kjo është piknisja. Pastaj le të flasim edhe për situatën e ditës. Unë e di që njerëzve intereson më shumë Big Brother i politikës se sa realiteti në thellësi. Pra le ta trajtojmë edhe këtë. Nuk është fakti që Edi Rama e ka drejtësinë me regji. Këtë duan ta thonë këta që bëjnë kinse opozit. Edi Rama sigurisht do të mbrojë njerëzit e vet, sigurisht që me anë të pushtetit, përdor pushtetin për të penguar çdo lloj qasje që nuk i volit atij. Si që kemi thënë më parë këtu, nëse bie Belinda Balluku, shkalla e më sipërme është Zoti Rama. Në të gjitha këto aferat që kanë nënshkruar Belinda Balluku, është edhe firma e Zotit Rama. Deri më tani ai e ka ndarë veten nga kjo, po e di shumë mirë që nuk ka ku shkon më. Nëse bie Belinda Balluku, do të marrë me vete edhe Edi Ramën, sepse nuk ka mënyrë logjike se si të funksionojë kjo para në Edi Rama. Në të njëjtën kohë, ju përmendet procesin e Ilir Metës. Ilir Meta është duke bërë propagandë më pak tani se nuk e ka më fuqinë e dikurshme për të bërë viktim e këtij sistemi. Ilir Meta nuk është viktim. Ilir Meta është një hajn i cili i ka vjedhur paratë shqiptarëve, i cili ka jetuar në luks duke u zgërdhir sa në një tavolinë dhe në tjetrën, duke porositur vrasi në Shqipëri, siç ka dalë nëpër media, ai Durim Pami, vrasi i madh, që u kthye nga Dubai, u ekstradua nga Dubai, ishte një nga ata njerëzit që nuk duan harruar këto, që ishte kontaktuar për të vrarë Tom Doshin. Pra këta janë, kjo është njerëzit me cilët të arrin, kompania që këta mbajnë. Këta janë gjithë vrasës, kriminal, hajna, hajduta, qeshin dhe zgërdhihen me njëri tjetrin. Dhe tani që i ka rënë, falni për shprehjen, me nder angusht, tani hiqet si shqiptar i madh, tani hiqet si pasuesi flamurit, Mujo Ulqinak, dhe kërkon që ne të kemi mëshirë, që njerëzit kenë mëshirë për të apo që ta ndjekin më. Nuk është më kjo kohë. Këta janë hajna dhe kriminela të cilët meritojnë jo këtë që kanë, po meritojnë shumë më tepër se sa kaq. Meritojnë që gjitha pasuritë që kanë t'u merren. Por në këtë pikë Spaku ka mbërritur deri aty ku ka mbërritur dhe paria po punon e gjitha së bashku, siç e kemi thënë këtu më parë, po vërtetohet për ditën më tepër. Pra, parlamenti nuk e jep imunitetin e zonjës Balluku, të gjithë të tjerët bëjnë zhurmë, po të gjithë të tjerët janë të kënaqur, sepse duke mos u dhënë imuniteti e zonjës Balluku, krijohet kjo predispozita që të gjithë të ankohen. Kryeministri Rama del dhe thotë që do të ndryshojmë drejtësinë dhe askush nuk piptin, nuk bëhet protesta për atë punë. Bëhet protesta që të mos ndryshojë drejtësia, bëhet protesta për një shashk të ditës, bëhet protesta thjesht për të mbajtur militantët afër, thjesht për të kaluar dhe këto zgjedhjet e reja në PD që kanë, sepse duhet mbajtur bashkë turma militantëve. Pra këta nuk kanë asnjë lloj turpi, këta nuk kanë asnjë lloj, nuk e shohin Shqipërinë si me një të ardhmë të mirë,
ta janë thjesht aty për të vjedhur dhe kështu duhen trajtuar. Nëse SPAK-u nuk do të mrit të bëjë këtë, do të ketë dështuar. Pra, veprimtaria e SPAK-u do të matet jo me sa arrestime kanë bërë, po me sa pasuri kanë rikthyer shqiptarëve duke ju marrë këtyre hajnave dhe kriminalave të Paris Tiranës. Nga i pari tek i fundit, nga opozita tek opozita, pa asnjë lloj dallimi, mos keni asnjë lloj dyshimi. Si mendoni, cili është halli i Edi Ramës që mbrojti në kuvend me forcën e kartonëve imunitetin e Belinda Ballukut? Halli i Edi Ramës është halli i Paris Tiranës. Pikës pari, Edi Rama ka hallin e vet, ka hallin e familjarëve të tij, sepse janë gjithë përfshirë, këta janë grup kriminal, këta janë pjesë e sindikatës ndërkombëtare të krimit, nuk ka asnjë dyshim ajo punë, por ka dhe hallin e Sali Berishës, ka dhe hallin e Ilir Metës, ka hallin e gjithë Paris Tiranës, dhe gjithë atyre oligarkëve që ju vinë për qark, që ju lëpihen, gjithë atyre oligarkëve me të cilët kanë bërë pisliqet më të mëdha, me të cilët kanë shitur Shqipërinë, me të cilët kanë bashkëpunuar edhe kundër interesit të Shqipërisë. Siç ishte ai shkrimi i tmerrshëm i turpshëm së bashku me Vučićin. Të gjithë këta, mos keni asnjë dyshim, njerëzit mos kujtojnë se duke mbështetur njërin apo tjetrin, po bëjnë të mirën e Shqipërisë. Të gjithë ta janë bashkë, gjithë po punojnë bashkë, Ilir Meta nga Burgu, Sali Berisha duke paraqitur një herë në javë në SPAK, edhe duke mbajtur opozitën peng, Edi Rama duke përdorur pushtetin që të ndryshojë drejtësinë të cilën e vendosën vetë 140-0. Këta nuk kanë pikën e turpit, këta do të vazhdojnë të mbrojnë njëri tjetrin deri në fund. Sot për sot, mbrojtësi më i mirë që ka Edi Rama, është përveç pushtetit që e ka të madh, është Sali Berisha. Për sa kohë që është Sali Berisha dhe Ilir Meta në lojë, Edi Rama është i sigurt. Në momentin që njëri prej tyre bie bashkë me zagaret e vet, me sa duket ka shumë zagar vërdall që janë pasuruar me gjakun e shqiptarëve, nëse bie njëri prej tyre realisht, ju merret pasuria atyre, hapet një lojë të cilën Edi Rama as nuk do ta konsiderojë. Pra, nëse doni rrezikun më të madh për Edi Ramën, është rënja e Sali Berishës dhe Ilir Metës, që do të sillte pa asnjë lloj dyshimi rënjen e Edi Ramës bashkë me ta. Në këtë rast, vetë paria, Edi Rama, Berisha, Meta dhe gjithë eksponentët që u shkojnë nga pas dhe i rrethojnë, a mendoni se po përgatisin në blok, ashtu siç e ka lënë të kuptohet dhe vetë Edi Rama, një goditje ndaj vetë SPAK-ut për ta dobësuar atë dhe për ta bërë ineficient sa i përket goditjes në nivelet e larta të korrupsionit? Pikës pari më lejoj që të mos t'i quaj bashkëpunëtor, po t'i quaj zagar të tyre, sepse janë njerëz që nuk kanë pikën e personalitetit njerëzor, kështu që nuk e them pa e menduar fjalën zagar, janë njerëz që nuk përfaqësojnë asgjë politik, të cilët brenda natës gdhihen ministra dhe zëvendës kryeministra dhe brenda natës shkarkohen dhe janë askushi. Pra, le t'i quaj me emrin e tyre real ata që i ndjekin ata. Sigurisht që jo vetëm që është kështu siç e thatë ju në pyetjen tuaj, që ata janë gjithë bashkë dhe janë duke u bërë gati, madje kanë filluar procesin e zhbërjes së drejtësisë së re. Po këtë e kemi parashikuar dhe ja kemi thënë shqiptarëve që në momentin kur po vendosej drejtësia, po vendosej ky ligj. Ata sigurisht që e vendosën ligjin për SPAK-un, sigurisht që i bën institucionet sepse ishin në trysni në atë periudhë. Paria e Tiranës mendon të kalojmë edhe këtë situatë. Pastaj herën tjetër e kalojmë në mënyrë tjetër. E kaluan situatën duke qenë të ndërgjegjshëm, pra e kaluan SPAK-un 140-0, duke qenë totalisht të ndërgjegjshëm që në momentin kyç këta sigurisht i kishin levat për ta zhbërë atë. Mirë po, ajo që ndoshta nuk e kishin parashikuar është fakti që jemi në një situatë tjetër, jemi në një situatë ku shumë çka është më ndërlikuar dhe trysnia mbi ta do të vazhdojë të jetë shumë e madhe, por unë mendoj që çdo lloj trysnie e jashtme këta munden ta përballojnë. Këta munden ta përballojnë për sa kohë që këta kanë në krah qytetarin dhe katundarin shqiptar. Për sa kohë që shqiptarët nuk reagojnë ndaj tyre, nuk e kanë problem këta as ambasadën amerikane tek rruga e Elbasanit, as trysninë e madhe që mund të vijë nga shumë çka tjetër. Këta janë të gatshëm të shesin çdo gjë dhe të bashkohen çdo kujt.
Pra, pika e tyre e dobët nuk është trysnia e huajve dhe BE-ja dhe gjithë këto organizmat e huaj të cilët vetëm flasin dhe as nuk i kanë parasysh shqiptarët, ata thjesht bëjnë politikën e tyre. Trysnia që duhet ju vi Paris e Tiranës, Edi Ramës të parit dhe gjithë tyre tjerëve të mbrapa, duhet ju vi nga shqiptarët. Pra, në momentin që shqiptarët ndërgjegjësohen, që ky është një moment kyç për historinë tonë, në momentin që shqiptarët do të ndërgjegjësohen që t'ju kërkojnë këtyre hajnave dhe kriminaleve të Paris që të bëjnë një herë një jetë gjën e duhur. Në Shqipëri flitet për shumë çka, flitet për Big Brother, flitet për gjitha pislliqet e kësaj bote, por nuk flitet për një nevojë të domosdoshme të krijimit të një këshilli koordinues të interesave shqiptare në një luftë botërore e cila na përfshin ne do e mos sepse jemi në një vend kyç. Ndërkohë që Serbia bën deklarata mbi interesat e veta, duke anatemuar aleancën tonë me Kroacinë dhe me Kosovën, nuk kemi një këshill ndërveprues. Paria jonë nuk funksionon dot me Kosovën, përdor njerëzit e secili përdor njerëzit e vet në Ilirid e të tjera. Duhet kishim një këshill që të koordinoheshin interesat e shqiptarëve, që të merreshin vendime të përbashkëta në momente kyçe. Shumë shpejt kjo do të bëhet evidente. Do të dali shumë shpejt situata nga dora në momentin që do të na duhet të kemi një ndërveprim dhe ndërveprimi do të jetë sigurisht në dorë të plehrave dhe të maskareve të Paris e Tiranës. Atëherë do ta kuptojmë nevojën që kishim, po të paktën neve që e dim dhe që e kuptojmë se si funksionon politika ndërkombëtare, na duhet paktën ta shprehim dhe t'ua themi njerëzve që gjëra e duhur duhet të ishte bërë shumë kohë më parë dhe mund ende të bëhet sot, por këta nuk duan dhe prandaj nuk e bëjnë.